me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në njërën prej ajeteve kuranore, Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat, shërohen zemrat, binden zemrat të cilat nuk janë të shëndosha. Gjithashtu Allah Azza wa Jall thot, fatukhbita bihi qulubuhum. Dhe në mënyrë që t'ju binde dhe t'ju qetësohen zemrat atyre. Ibn Kathir thot, zemra e qetë është ajo zemra e cila qetësohet me premtimet e Allahut Azza wa Jall dhe me urdhrat e tij. Pra, zemra e qetë është ajo zemra e cila qetësohet me atë që Allahu Azza wa Jall ka premtuar prej shpërblimit dhe prej begative të cilat do t'i ketë besimtari në qoftë se bën punë të mira dhe beson Allahun Azza wa Jall në jetën e kësaj bote.